Problemi dhe pyetja juaj me të drejtë është kjo. Pse partitë politike e përdorin dhe pse na bëri kaq shumë përshtypje që të dyja ato votuan së bashku për sa i përket modulit Çështja e të rezolutës, siç u bashkëpunimit. quajt, po. Rezoluta, po. Patjetër që cili do që të jetë në parlament dhe sado që të ketë konflikt në parlament, këtë rezolutë do e firmoste. Do e firmoste sepse është një rezolutë për shembull nëse do kërkojë diçka për Kosovën, sado që të ndar atje të PS-ja me PD-n, patjetër që do e firmosin. Qartë. Ose për shembull, nëse konfliktohet më shumë situata në Maqedoninë e Veriut dhe vihet në evidencë mbjetesa e gjuhës së shqiptarëve, patjetër dhe që nëse do partitë nevojitet tona një do bëjnë një ndërhyrje. rezolutë, po, do bëjnë një rezolutë të përbashkët kështu. Pra, me të drejtë, në atë që na pret nesër është që neve kalojmë në provime të vazhdueshme, administrata jonë burokratike, por mbi të gjitha, ajo çekohet dhe me informacionin që Bashkimi Evropian e ka dhe nga burime të tjera për vendin tonë. Dhe unë besoj që Shqipëria për momentin ka marrë gjëra pozitive, por rruga do bëhet gjithmonë më e vështirë. Pa çka se zoti Rama po përpiqet që sidomos të luaj me pjesën sasiore, ai mendon që deri në fund të vitit Shqipëria do mbylli 10 kapituj. Në mendimin tim do jetë një gjë e jashtëzakonshme ose pa imagjinueshme që Shqipëria të mbylli 10 kapituj. Malizia ka premtuar që të mbylli 12 të tilla. E dim situatën në vendin tonë. Për shembull, vetëm marrësh tani kapitullin e drejtave themelore, ose për shembull ajo që ka lidhje me drejtësinë, janë 150.000 dosje që presin. Kuptohet që sistemi i drejtësisë është reformuar të paktën de jure, por de facto ne dim që ka probleme pafund. Për mos marr pastaj pjesën politike kene që vuan në çdo moment. Prandaj në këtë sens, opozita është gjithë sy e vesh që nesër nga Brukseli kritikat e tyre dhe procesin burokratik ta ngresë si faktor të thotë që qeveria e zotit Rama nuk është e zonja ta përballi këtë proces, ashtu si nga ana tjetër socialistët po presin me shumë kujdes dhe narrativën e nesërme, ata do e shesin si sukses të jashtëzakonshëm të Shqipërisë. Patjetër. Zotë Ndori, nëse më lejoni, duke qenë se edhe u përmend gjatë bisedës tonë çështja e rezolutës, kam përshtypjen që arsyeja pse mori edhe kaq shumë vëmendje është në thelb është ajo që thoni ju, pa diskutim besoj bjem të gjithë dakord, që kur vjen fjala për çështje të tilla, pra të mëdha që i përkasin më shumë një interesi të përbashkët dhe një interesi qytetar, e mira është që të bashkëpunohet, pra në ku ta gjejmë, po e them sërish në gjuhë popullore, që gjëra të tilla të ndodhin. Kam përshtypjen që e gjithë, po themi pikpyetja, ngrihet mbi atë që mund të konsiderohet transparencë e këtij